Përshëndetje, sot do të flasim për ushqimet që ndihmojnë dhe ushqimet që dëmtojnë shëndetin tuaj. Zgjedhjet tona ushqimore ndikojnë drejt për drejt në energjinë, humorin dhe shëndetin afatgjatë. Një dietë e balancuar mund të forcojë sistemin imunitar, të përmirësojë përqendrimin dhe të ulë rrezikun e sëmundjeve kronike. Në të kundërtën, konsumimi i shpeshtë i ushqimeve të përpunuara dhe të pasura me sheqer apo yndyrra të dëmshme mund të sjellë pasoja negative për organizmin tuaj. Tash do të flasim për ushqimet që ndihmojnë organizmin tuaj. Ushqimet natyrale dhe të pasura me vlera ushqyese janë thelbësore për mirëqenien tonë. Boronica, të pasura me antioksidant, ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet. Spinaqi, burimi i shkëlqyer i hekurit dhe vitaminave që forcojnë organizmin. Vezët, përmbajnë proteina cilësore dhe lëndë ushqyese thelbësore për muskujt dhe trurin. Çaji jeshil, i njohur për vetitë antioksiduese dhe për përmirësimin e metabolizmit. Farat e kungullit, të pasura me magnez, zink dhe yndyrra të shëndetshme. Avokado, përmban yndyrra të mira që mbështesin shëndetin e zemrës. Peshk salmon, i pasur me omega 3, i dobishëm për zemrën dhe trurin. Dhe në fund arrat. Arrat ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe përmirësojnë funksionin e trurit. Këto ushqime kontribuojnë në energjinë më të qëndrueshme gjatë ditës dhe në një gjendje më të mirë fizike e mendore. Ushqimet që dëmtojnë, sidomos kur konsumohen shpesh, mund të ndikojnë negativisht në shëndet. Ato janë biskota, të pasura me sheqer dhe yndyrra të ngopura, pulë e skuqur, përmban shumë kalori dhe yndyrra të dëmshme nga procesi i skuqjes. Pije e gazuar me përmbajtje të lartë sheqeri që rrit rrezikun e obezitetit dhe diabetit. Bukë e bardhë, ka pak fibra dhe rrit shpejt nivelin e sheqerit në gjak. Verë, konsumimi i tepërt dëmton mëlçinë dhe sistemin nervor. Mish i përpunuar, i lidhur me rrezik më të lartë për sëmundjet e zemrës. Çipsa, të pasura me krip dhe yndyrra të pashëndetshme. Petull ose donut me shumë sheqer dhe kalori boshe. Dhe si përfundim, balanca është çelësi i një jetese të shëndetshme. Nuk është e nevojshme të ndalohen plotësisht ushqimet e preferuara, por është e rëndësishme që ato të konsumohen me masë, duke zgjedhur më shpesh ushqime natyrale dhe të pasura me vlera ushqyese. Mund të përmirësojmë ndjeshëm cilësinë e jetës sonë.